E gjithë rruga e Teqes-Melçanit së shpejti do të ketë ndriçim bashkohor. Puna tashmë ka filluar dhe është një bashkëpunim mes Bashkisë së Korçës, por edhe vetë Teqes-Melçanit. I gjithë aksi që të çon në Teqen e Melçanit është 1,3 kilometra i gjatë. Kjo rrugë është mjaft e frekuentuar nga besimtarët, por edhe nga vizitorët, të cilët zgjedhin të shohin këtë vend të shenjtë, i cili është një objekt kulti me rëndësi të veçantë shpirtërore, por edhe një destinacion i njohur turistik. Ndaj dhe është menduar që rruga që të çon drejt Teqes së Melçanit të pajiset me ndriçues të rinj, duke krijuar kushte më të mira qarkullimi dhe një ambient më të sigurt për banorët e fshatit, por edhe të gjithë vizitorët. Puna po kryhet përmes një bashkëpunimi të Bashkisë Korç, Teqes së Melçanit si dhe një donatori, i cili është ofruar të sigurojë një pjesë të ndriçuesve. Në total janë 40 shtylla të pajisura me ndriçim LED që po vendosen në këtë zonë, duke rritur aksesin, sigurinë dhe duke bërë vizitën në këtë destinacion të njohur turistike shpirtëror më të këndshme për të gjithë. Kjo punë e kryer nga Bashkia e Korçës vjen edhe në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës në zonat rurale, ndërsa pritet të përfundojë brenda pak ditësh.